Shkupi sërish në listën e qyteteve më të ndotura në Europë, ambientalistët paralajmërojnë protesta. Kryetari i LSDM-s Venko Filip që kërkon që të qartësohet se çfarë do të ndodhë me dhënat e qytetarëve që mblidhen nga sistemi Safe City. Lotaria shtetërore paguan personazhet të njohura dhe aktivist partijak, harxhon mbi 4 milion denar në muaj për pagesa të dyshimta. Shpallet Komiteti Teknokratik për të mbikëqyrur tranzicionin në Gaza. Trump fton presidentin turk Erdogan t'i bashkohet bordit të paqes. Të nderuar shikues, përshëndetje. Pas një pauze të shkurtër, Shkupi është gjendur sotësërish në listën e qyteteve më të ndotura në Europë, ku indeksi cilësisë së ajrit ka arritur në 247, ndërkaq që në disa qytete tjera të vendit është regjistruar ajër më i ndotur se në Shkup. Ambientalistët vazhdojnë të akuzojnë fabrikën Usje për ndotjen e ambientit në kryeqytet dhe kanë paralajmëruar rikthim të bllokadave për dislokim të fabrikës. Qytetarët në kryeqytet u zgjuan sot duke thithur sërish ajër të pashëndetshëm, ndërsa matjet e cilësisë së ajrit sipas aplikacioneve online regjistruan se indeksi ndotjes në pjesën e parë të ditës ka shkuar deri në 247, gjë që tregon se përqendrimi i ndotësve PM2.5 ose PM10 është ekstremisht i lartë. Sipas të dhënave të indeksit të cilësisë së ajrit të matur nga aplikacioni AirCare, mëngjesin e sotëm Shkupi u rendit në vendin e 4 në listën e qyteteve më të ndotura në Evropë me më shumë se 300.000 banor, menjëherë pas Beogradit dhe Krajovës, ndërsa në krye të listës si qyteti më i ndotur ka qëndruar Sarajeva. Ajër ekstremisht i ndotur është regjistruar edhe në qytetet e tjera të vendit. Ajri më i ndotur në vend është regjistruar në qytetin e Strumicës me indeks 399. Pas Strumicës vjen Kumanova, ku mëngjesin e sotëm indeksi i ndotjes ka qenë 255, ndërsa indeksi i ndotjes në Shkup ka qenë 247, ndërsa përqendrimi i grimcave PM2.5 në Shkup ka qenë mes 70 dhe 100 mikrogram për metër kub, që është shumë më e lartë se rekomandimi vjetor i OBSH-s. Sipas këtyre shifrave, ajri klasifikohet si i pashëndetshëm për të gjithë kategoritë e qytetarëve. Kujtojmë se edhe gjatë muajit të kaluar, Shkupi u përball me ndotje alarmante. Ambientalistët akuzojnë fabrikën Usje si shkaktarja kryesore e ndotjes, për çka edhe janë organizuar protesta më herët, madje me iniciativë të këshilltarëve të Zelen Humangrat. Këshilli i qytetit të Shkupit miratoi muajin e kaluar një konkluzion për nisjen e procedurës për dislokimin e fabrikës Usje dhe të gjithë ndotësve të mëdhenj industrial jashtë luginës së Shkupit. Megjithatë, ende nuk janë ndërmarrë masa për realizimin e iniciativës. Për këtë shkak, nga iniciativa Stop për Usjen kanë paralajmëruar protestë të re më 21 janar në udhkryqjen mes bulevardeve Boris Trajkovski dhe Serbia. Qyteti Shkupi do të vazhdojë edhe këtë vit masën për mbrojtjen nga ajri, në fakt mjedisit jetësor, duke ndarë nga 20.000 denar subvencione për inverter për rreth 200 familje. Po ashtu janë parapar subvencione dhe për bicikleta dhe për pastrimin e oxhaqeve. Mjetet e parapara për këtë vit për inverter janë përfshirë më të ulta se vitet e kaluara, pra janë 5 fish më të ulta. Ndarja e subvencioneve për inverter ka nisur që nga viti 2019. Qyteti i Shkupit edhe këtë vit do të ndaj subvencione për inverter, bicikleta dhe për pastrimin e oxhaqeve. Në programin për mbrojtjen e mjedisit janë parapar subvencione prej 20.000 denarësh për ndryshimin e mënyrës së ngrohjes, përkatësisht për blerjen e klimave inverter. Në buxhetin e vitit 2026 për këtë mas janë parapar 4 milion denar, ose 5 fish më pak se vitet e kaluara, kur u ndanin nga 20 milion denar. Subvencione për inverter për këtë vit do të ketë
vërtet për 200 familje. Për blerjen e biçikletës është përcaktuar një shumë maksimale prej 5.000 denarësh për person. Në buxhet për këtë masë janë parapar 2 milion denar, që do të thotë se do të ketë mjete për 400 qytetarë. Qyteti i Shkupit do të subvencionojë me nga 1.500 denar pastrimin e ogjaqeve, të anvisërive dhe subjekteve të tjera. Për këtë masë janë siguruar 200.000 denar. Shpalljet për subvencionimin ende nuk janë publikuar. Buxheti për mjedisin jetësor i qytetit të Shkupit për vitin 2026 është 45 milion denar. Qyteti i Shkupit ka dhënë subvencione për inverter prej vitit 2019 deri në 2026, pra afërsisht 8 vite me programe të ndryshme të subvencionimit. Ndër vite janë ndarë nga rreth 20 milion denar, ndërsa gjatë vitit 2020 u ndan 322 milion e 400.000 denar dhe gjatë vitit 2022 u ndan 24 milion denar. Për vitet e para 2019-2021, shumica e fondeve për inverter u financuan nga qeveria dhe buxhetet të përzierura, ndërsa në 2022 dhe më tej, Shkupi filloi të ndante fonde më të mëdha nga buxheti i vet. Numri 1 LSDM-s Venko Filipçe kërkon që paramiratimi i ligjit për shkeljen në trafik, e cilat lidhen me sistemin Safe City, të qartësoj se çfarë do ndodh me dhënat e qytetarëve që mblidhen nga ky sistem. Filipçe është të arsyeshme këtë element, duke pasur parasysh se në të kaluarën VMRO DPMN-ja ka keq përdorur dhënat personale të qytetarëve. Lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe ka kërkuar debat më të detajuar në kuvent për sistemin Safe City. Ai tha se parimisht mbështesin ligjet për sigurinë në trafik, me të cilat ulet rreziku i fatkeqësive dhe aksidenteve, por së pari duhet që të ketë debat në kuvent për lartësinë e dënimeve, si dhe për të dhënat që mblidhen nga sistemi i Safe City-t. Fillimisht në kontekstin aktual, ndërsa ajo është pozita ekonomike, gjendja në shtet, standardi qytetarëve, duhet të flitet për lartësinë e dënimeve. Dhe e dyta, një çështje po ashtu e rëndësishme çka dhe kush i kontrollon sasinë e jashtëzakonshme të dhënave që i mbledh sistemi Safe City. Bëhet fjalë për qeverisja aktuale të DPMN-s, që ka histori të keq përdorimit të shërbimeve të sigurisë, përcjellje, përgjim të një numër të jashtëzakonshëm qytetarëve. Nuk kemi rehat që ajo pjesë të kalojë ashtu pa diskutim. Dyshojmë se mund t'i keq përdorin ato të dhëna. I pyetur nëse është e pranueshme për LSDM-n që të hiqe qeveria teknike pas zgjedhjeve të ardhshme, duke pasur parasysh se nuk mori pjesë në takimin e liderëve për këtë çështje, Filipçe tha se kanë arsye të besojnë se VMRO DPMN nuk do të jetë në gjendje të organizojë zgjedhje demokratike. Власта ги има истите манири. Pushteti i ka sjelljet e njëjta që sollën në iniciimin e vendosjes së kësaj pjese që quhet qeveria e Përshinos. Do t'i keq përdorin gjitha institucionet, presion përmes policisë, presion përmes shërbimeve sociale, keq përdorime në bujqësi. Çfarë duhet të shohim më tepër prej kësaj që ta dim se dikush prej opozitës duhet të bëjë kontroll. Kujtojmë se të mërkurën kryeministri Hristian Mickoski mbajti një takim me liderët e partive politike në vend, megjithatë, Filipçe nuk ju përgjigj ftesës për të shkuar në takim. Loteria Shtetërore e Maqedonisë paguan nga 35.000 deri në 60.000 denar në muaj personave të jashtëm të angazhuar për kryerjen e punëve të caktuara. Sipas dokumenteve që redaksia e Infomaxit i ka siguruar, numri i këtyre personave është pak më i vogël se 100 dhe i kushtojnë kompaninë shtetërore mbi 4 milion denar çdo muaj. Në listë shfaqen emrat të disa personazheve të njohur dhe që janë të afërta me partinë në pushtet VMRO DPMN. Për shembull, profesori i Fakultetit Juridik Justiniani i Parë Borçe Davidkovski, këngëtarja shqiptare Adelina Tahiri, regjisori dhe aktivisti i njohur i VMRO DPMN-s Boris Damovski, si dhe influenceri Kristian Stankovski, i njohur si Bombakis, dhe ish antar i Komisionit Juridik të VMRO DPMN-s dhe pjesë e krahut reformator të asaj kohe Gligor Chatmov. Një pjesë e madhe e këtyre personave janë në moshë rreth 20 vjeç, ndërsa një numër i konsiderueshëm prej tyre janë antar dhe aktivist partive në pushtet.
LSDM akuzon se qeveria udhëhequr nga kryeministri Christian Mickoski po e hap shtetin për një fluks masiv të ashtu quajturve punëtor ekonomik të huaj. Antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s Renata Mladenovska tha se gjithçka që po përgatitej po ndodh dhe se marrëveshja për migrantët po realizohet. Edhe pse në Maqedoni ka ende pothuajse 100.000 të papun, qeveria ka vendosur të sjellë 10.000 punëtor ekonomik të huaj. Kështu deklaron antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s Renata Mladenovska gjatë preskonferencës së sotme për mediat, nga ku thotë se qeveria e Mickoskit u hapi dyert të ashtu quajturve punëtor ekonomik, me një vendim për 10.000 punëtor të rinj të huaj në vitin 2026, duke shtuar se edhe numri është dyfishuar krahasuar me vitin e kaluar. Procedurat u shkurtuan, kohës zgjatja e lejeve u zgjat. Sipas saj, këto ndryshime ligjore krijuan një kornisë ligjore për mbajtjen afatgjate në vend, sigurisht nëse ka një partner strategjik. Të ashtu quajturit punëtor ekonomik po vinë, ajo që po përgatitej tani ka filluar. Së pari, qeveria përfundoi një marrëveshje strategjike që u raportua nga mediat britanike. Në dhjetor, mediat britanike njoftuan gjithashtu se sipas kësaj marrëveshjeje, migrantët do të kishin mundësinë të merrnin viza pune në Maqedoni për të punuar në sektor me mungesë të fuqisë punëtore. Ajo shton se gjithçka që po përgatitej po ndodh dhe madje në një kohë kur punëtorët maqedonas kanë pagat më të ulta në rajon dhe në Europë. Kur u ngrit tema, qeveria miratoi një rezolut në parlament, një dekret për të ndaluar opozitën të flasë për migrantët. Tani është marrë një vendim për të hapur dyert për 10.000 punëtor të rinj të huaj. Gjithçka që po përgatitej po ndodh, po realizohet. Ajo theksoi se të gjithë do të duhet të mësohemi me faktin se nuk do të ketë paga më të larta, pasi që punëtorët ekonomik, siç i quan ajo, po vinë tek ne. Ministri i Mbrojtjes Vlado Misajlovski mbështeti idenë e futjes së shërbimit detyrueshëm ushtarak në Maqedoninë e Veriut, por thekson se vendi aktualisht nuk ka burime të mjaftueshme financiare dhe hapësinore për zbatimin e tij. Unë personalisht e inkurajoj këtë veprim. Të ri duhet të kenë mundësinë për një përvojë të tillë, por financat dhe kapacitetet duhet të merren parasysh. Në këtë moment nuk është zbatueshme, por në të ardhmen, nëse vlerësosje nevojshme, jam i gatshëm ta zbatoj, tha Misajlovski gjatë një vizite në kazermën e Velesit. Vizita ishte rasti për betimin ceremonial të 296 ushtarëve të ri profesionist, përfshirë 26 vajza, cilët do të shërbejnë në komandën e stërvitjes dhe doktrinës. Ministri njoftoi se për shkak të interesit të lartë për karrierën ushtarake, një konkurs i ri i rekrutimit do të shpallet deri në fund të vitit. Ministria e Shëndetësisë informoi se projekt ligji për mbrojtje nga duhani trajton ekspozimin ndaj tymit të duhanit si çështje të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe jo si çështje të stilit të jetesës. Në objektet hotelerio-gastronomike, pikërisht personeli është ai që ekspozohet më gjatë dhe më intensivisht ndaj tymit, cigareve dhe produkteve të tjera të duhanit dhe nikotinës. Prandaj, shteti ka një obligim të qartë për të mbrojtur të drejtën e të punësuarve për një mjedis pune të shëndetshëm dhe të sigurt, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas tyre, përvojat nga vendet europiane si Irlanda, Mbretëria e Bashkuar dhe shumë të tjera tregojnë se këto masa nuk përbëjnë goditet për gastronomi dhe të ardhurat e saj për një tranzicion drejt një ambienti më cilësor. Masat të tilla mundsojnë frekuentim më të madh nga familjet, turistët dhe qytetarët që preferojnë ajër të pastër, gjë që në afat të gjatë përfaqëson përfitim të drejtë për drejtë edhe për vetë objektet gastronomike, thuhet ndër të tjera në komunikat. Vazhdojmë të me lajmet. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, kryeparlamentari Kemal Basha dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti bën homazhin në përvjetorin e 45 të vrasjes së Jusuf dhe Bardosh Gërvallës dhe Kadri Zekës. Presidenti Vjosa Osmani tha se 17 janari është një prej ditëve më të kopshme për popullin e Kosovës. Është dita kur u vran mizorisht Jusufi dhe Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka. Ajo po ashtu tha se në këtë ditë është vrarë edhe Smail Hajdaraj. Një ditë e humbjeve të shumë fishta, por njëkohësisht një ditë e një
një krenarie të madhe për kombin tonë. Ata u shndruan në zërin e një populli të robëruar dhe në kohë shumë të rënda rrezikuan gjithçka dhe u shndruan në flakadan të lirisë. Ishte sakrifica e tyre që trasoi rrugën përpara të popullit tonë, në mënyrë që ne sot ta gëzojmë këtë shtet për cilin ata dhanë gjithçka, tha presidenti Osmani. Janë bërë publike emrat e antarëve të Bordit të Paqes, organi që do të drejtojë përkohësisht Gazën dhe do të mbikëqyrë procesin e rindërtimit. Në krye të bordit është vetë presidenti amerikan Donald Trump, i cili ndërmjetësoi për të dhënë fund luftës mes Izraelit dhe Hamasit me planin e tij me 20 pika. Trump fton presidentin turk Recep Tayyip Erdogan që t'i bashkohet Bordit të Paqes për Gazën si antar themelues. Shtëpia e Bardhë njoftoi antarët e Komitetit të Ri Teknokratik që do të mbikëqyrë tranzicionin e pushtetit në ripin e Gazës, si pjesë e planit me 20 pika të presidentit amerikan Donald Trump, për t'i dhënë fund luftës gjenocidale të Izraelit në këtë territor, transmeton Anadolu. Komiteti Kombëtar për Administrimin e Gazës do të udhëhiqet nga Dr. Ali Shath, ish zëvendës ministër palestines në Autoritetin Palestines, thuhet në një deklarat. Në deklarat u njoftua gjithashtu krijimi një bordi ekzekutiv për Gazën që do të mbështesë qeverisjen dhe shërbimet, ku përfshihen ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan, i dërguari special i Trumpit Steve Witkoff, dhëndri i Trumpit Yarden Kushner, ish kryeministri britanik Tony Blair, ministria e shtetit e Emirateve të Bashkuara Arabe për bashkëpunim ndërkombëtar Rem Al Hashim, diplomati veteran nga Katari Ali Al Thawadi dhe shefi i inteligjencës egjiptiane Hasan Rashat, ndër të tjerë. U njoftua gjithashtu një bord ekzekutiv themelues për të udhëhequr bordin e paqes, i kryesuar nga Trump. Antarët përfshin sekretarin e shtetit Marco Rubio, Witkoffin, Kushnerin, Blairin, miliarderin Mark Rowan, kreun e grupit të Bankës Botërore Ayan Banga dhe këshilltarin politik amerikan Robert Gabriel. Armpushimi në Gaza hyri në fuqi në tetor. Faza e parë ndaloi luftën, lejoi një tërheqje të pjesshme izraelite, mundësoi shkëmbimin e pengjeve izraelite me qindra palestines të mbajtur në Izrael dhe mundësoi hyrje të kufizuar të ndihmave humanitare në Gaza. Ndonëse marrëveshja kërkonte akses të plot. Faza e dytë parashikon tërheqjen e plot izraelite, çarmatimin e Hamasit, vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizimi dhe krijimin e një komuniteti palestines teknokratik për të qeverisur përkohësisht Gazën. Palestinezët kanë deklaruar se Izraeli ka shkelur vazhdimisht armpushimin, i cili pasoi luftën që ka shkaktuar më shumë se 71.000 viktima, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 171.000 të plagosur që nga tetori i vitit 2023. Që nga hyrja në fuqi e armpushimit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, janë vrarë afro 450 palestinez dhe janë plagosur më shumë se 1.200 të tjerë. Qindra demonstruese mbledhur para bashkisë në Kopenhagen si pjesë një sër veprimesh të planifikuara në gjithë Danimarkën dhe Grenlandën në shenjë proteste kundër Donald Trumpit dhe planeve të tij për të marrë kontrollin e Grenlandës. Plani në Kopenhagen është marshim drejt ambasadës amerikane në kryeqytetin danez. Tubimet tjera janë paralajmëruar në Grenland dhe në pjesë të tjera Danimarkës. Po demonstrojmë kundër deklaratave dhe ambicieve amerikane për të aneksuar Grenlandën. Ne kërkojmë aspekte për mbretërinë daneze dhe për të drejtën e Grenlandës për vetëvendosje. Shpresojmë të tregojmë se ka shumë prej nesh që mbështesin Grenlandën, tha në një deklaratë Camilla Sising, kryetaria e shoqatës Inuit. Përmbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në ora 18:55. Mirëmbëngjes.